Prej datës 22 shtator ka nisur fushata e vaksinimit të popullsisë kundër gripit sezonal për sezonin 2025-2026. Këtë vit procesi ka startuar 15 ditë më herët se zakonisht dhe ka paraqitur interes të lartë nga popullata. Shefi i epidemiologjisë në njësinë e kujdesit shëndetësor Vlorë Agron Bashllari bën thirrje për rritjen e ndërgjegjësimit, duke theksuar se vaksinimi është shumë i rëndësishëm, veçanërisht për personelin shëndetësor, të sëmurët kronik dhe gratë shtatzëna. Vaksinimi ndaj gripit në 2 vitet e fundit të themi që ka pësuar një, sidomos vitin e kaluar më tepër se sa më përpara, ka pësuar një rënje të lehtë, pra te kjo kategoritet sëmurë kronik dhe shkaku ka qenë pikërisht zhurma e madhe që u bë lidhur me vaksinimin ndaj Covid. Duhet të themi që vaksinat janë ndër preparatet mjekësore më të kontrolluara, më të monitoruara njëkohësisht, dhe mund të thuhet që është arritje e shkencës mjekësore pikërisht prodhimi i vaksinave, që siç e dini në vite janë parandaluar sëmundje që merrin jetë njerëz apo i linin dhe invalid si poliomieliti, fruthi, difteria, kolla e mirë e tjera e tjera. Pra vaksinat janë shumë të rëndësishme për të bërë sipas rekomandimeve që japin komitetet shkencore, pra të çdo vendi apo komitete teknike të vaksinimit në çdo vend. Në Vlorë, sipas Bashllarit, rënja e vaksinimit në 2 vitet e fundit është shoqëruar me komplikacione të shpeshta tek të sëmurët kronik. Autoritetet apelojnë që qytetarët të vaksinohen në qendra shëndetësore për të mbrojtur gjatësinë në zvjesht dimër.